Për një ftesë? Një varfëri dhe një ftesë për mund të ftohet në protestë. Ftesë për çfarë? Ftesë për të ndihmuar vendin? Unë nuk mendoj që për të ndihmuar vendin dhe për të rritur standardet e tua, të familjes, të ardhmes, të fëmijës, ti ke nevojë për një ftesë. Në këtë kuptim, sigurisht që rruga është e vështirë, por unë mendoj që edhe një formacion i ri, edhe një formacion i vjetër, do ta ketë shumë të lehtë të qeverisi vendin nëse dëgjon thirrjen e qytetarëve në shesh. Demokraci, jo parti të një lideri, jo parti pa transparencë, jo parti të cilat favorizojnë të fortin. Ne kemi sot parti të cilat i forti është shumë me peshë brenda i partisë se sa intelektualit e saj. Në këtë kuptim, unë mendoj që qytetarët e kanë treguar se çfarë duan dhe i takon sektorëve, aktorëve dhe grupeve shoqërore që t'i marrin porositë e qytetarëve dhe t'i përkthejnë në një alternativë. Rama dhe kushdo tjetër dhe Berisha do të bien shumë lehtë, shumë shpejt dhe zhvillimi jon do të jetë më i qëndrueshëm nëse ne arrim të evidentojmë ose të krijojmë këtë lloj atmosfere që na i ka përcaktuar kjo lëvizje shoqërore që tashmë ka marrë formë. Qytetarët nuk të lënë në rrugë tashmë. Zyrtarët, politikanët që ishte modës, të ishin gangster të qytetit, sot vrapojnë rrugicave për t'ju fshehur qytetarëve sepse ata janë ndërgjegjësuar. Pra e kanë thyer atë mënyrën se si silleshim ne në një shoqëri. E kanë kuptuar që ne nuk jemi më të dobtit, e kanë kuptuar që ata nuk janë më të fortit dhe sot edhe Rama vet është bërë i pambrojtshëm për të vetët. Pra sot është shumë e vështirë që ai patronazhisti që ishte ylli i zhndritshëm i pallatit, sot ecë me kokën lart. Dhe e ka kthyer Ramën në të pambrojtshëm edhe për ata të cilët e ndjekin dhe le të themi militojnë në forcën e tij. Miguel, më lejo të pyes për opozitën, për zotin Berisha, i cili sa herë bën daljet e tij publike, përmend protestën, tregon që ka një mbështetje ndaj saj, pavarësisht faktit që protestuesit e thrasin çdo ditë në shesh, Rama në burg, Berisha në burg, edhe absolutisht kanë përjashtuar